Përshëndetje miq, sot në këtë podcast un kam privilegjin të kem një nga miqtë e mi, çun lagje si themin e ndryshe, me të cilin kam punuar prej shumë vitesh. Ju e njihni të gjithë, sepse ka vite që punon në media, në televizion. Por sot ai vjen me një të veçantë, sepse nuk do të flasim fare për të kaluarën e tij, por do të flasim për një temë shumë të bukur. Do të flasim për rinin, sepse ai vetë e quan veten i ri. Ai quhet Adrian Pojana, ose Hadi. Mirë se të gjeta thonë. Faleminderit për ftesën. Mirë se më erdhe. Ta gjeta ka sollën. S'pari herë nuk e di po ju pronarët e mediave pse keni kaq mani që ti ndërtoni studiot kaq larg herë. Pronar media. Po ju Morxhan, po sa muaj kam që të lus më di. Patjetër që ke disa muaj, po unë të jemi sinqert gjithmonë kam dashur ta gjej justifikim për të mos ardhur. Edhe e bëre. Sepse nuk kam qejf të jem në pjesë televizive edhe aq më tepër në rrjetet sociale. Po nuk ka rëndësi. Po për ty do ta bëj sepse ti ke një punë që po e bën këtë shumë mirë dhe nuk e di, po do t'i plotësoj unë kriteret për të qenë baraz me atë që ke ftuar përpara meje, sepse ke pasur profesor të mirë, profesor të shuar, kështu që nuk e di. Aty ulen vetëm njerëzit e zgjuar. Po pra, këtë po them, pra nuk e di aty përmbush. Për mua nuk ka rëndësi. E di që s'ka rëndësi. Aty janë ulur dhe akademik, aty janë ulur dhe studentë, aty janë njerëz të thjeshtë. Është një lloj përgjegjësie. E di pse është përgjegjësi të them, sepse unë e di, ne njihemi bashkë prej shumë vitesh, takohemi gati për ditë, flasim për ditë. Unë e di këtë zhvillim tëndin sa i përket këtij lloji podcasti dhe unë e di që ti e ke orientuar drejt një mënyre shumë pozitive për publikun, sepse do të cilësh diçka që ka të bëjë me dijen, ka të bëjë me informacionin. Kështu që prandaj vetëm që është pak përgjegjësi e madhe të plas, unë jam i çik ti e di që unë do jem miks midis seriozitetit, humorit, sepse nuk di të jem shumë serioz, sidomos në podcaste serioze. Sot të rinjt rriten në kushte të tjera nga ato që jemi rritur ne në kohën tonë. Pak a shumë një mosh kemi ne aty. Unë ca vite më i madh, ti ca vite më i vogël, por flasim për të rinjt. Ti ke punuar me të rinjt në radio, në televizion, bën dhe jetë rinore akoma. Se di. Se je beqo. Nuk e di. Je beqar i stacionuar. Si të duket? Ka ndryshim rinia e sotme, domethënë qëllimet që kishim ne me qëllimet që kanë këta të rinjshon, flasim të viteve 90. Okej, bën mirë që flasim për rinin thonë se thash ti dhe unë, dhe ata që janë më të mëdhenj se ne, patjetër që kanë një fakt kokfort në kurriz që kemi jetuar në dy sisteme. Se duhet të theksu fort kjo, dy sisteme, sepse nuk mund të krahasohet rinia si rritet sot dhe si jemi dje. Kështu që na herë shoh që bëjnë kështu krahasime me rinin, me fëmijërinë atyre viteve, por që nuk duhet krahasohet kurrë sepse janë dy sisteme të ndryshme totalisht. Kështu që s'pari herë para se ta nisim dhe unë këtu kam qejf të bashkëbisedoj me prindrit, se me fëmijët patjetër që se kam aq tagër që të merrem, sepse kanë duan ekspertë dhe vetë të merren me fëmijët. Megjithatë, sidomos ti herë që e njeh botën e fëmijës, se je psikolog, po që e kam me prindrit, se ka shumë prindër fona nuk e di, bën përshtypje që çdo fenomen që ndodh në Tiranë, Shqipëri, ke parasysh që e godasin vetëm shtetin, shteti. Dhe një gjë nuk din, ose nuk e din, por që nuk thellohen shumë për të kuptuar në çfarë sistemi jetojnë. Sepse ne në 90-ën ikëm me ato lëvizjet tona për të ardhur një sistem tjetër, pra ndrum shtëpi, nga një shtëpi diktatoriale, shkuam në një shtëpi tjetër që quhet demokratike, kapitaliste, liberale. Kështu që për të njohur shtëpinë tjetër duhet patjetër të njohësh edhe skutat. Po kush janë skutat e këtij sistemi? Janë fenomenet për rinin. Të dolëm te rinia. Sa bukur, shumë bukur. Kështu që shumë gjëra janë të sistemit fon. Siç është abuzimi me drogën, siç janë veset e fëmijëve, siç janë problemet e prostituimit në adoleshencë, se ka plot që merren dhe fenomene të ndryshme që sot prindrit habiten si ka mundësi shteti, si nuk na ndihmon, ku është shteti, ndërkohë që veqin veten jashtë dhe ja lën shtetit, shkollës, që harrojnë të kuptojnë që akademia e parë që fëmia mëson është familja, prindi, apo e kam gabim fort. Aty është. Pra nëse kemi prindër pedagog të mirë që dinë se si të ndërtojnë raporte dhe edukim për fëmijët, kam përshtypjen se do të ndihmojë shumë fëmin në këtë tranzicionin që ka drejt do të shtohet diçka këtu. 18-s vjet. Do të shtohet diçka se tek ne dhe në botë nuk ka shkolla prindërimi dhe ndodh fenomeni i keq
që ne duam t'ja lëm atë topin në fushën e kundërshtarit, të themi ai e ka fajin, e ka shkolla. Ne nuk kemi asnjë problem. Por zakonisht ne që jemi prindër, imitojmë prindrit tanë, sepse ata kemi parë, nuk kemi parë të tjerë. Dhe mendojmë që ajo mënyrë siç na edukuan ne, duke i edukuar në atë mënyrë, do të kemi të njëjtat rezultate. Nuk kemi të njëjtat rezultate, sepse kushtet, sapo the, kanë ndryshuar, jetojmë në një Pra, vend tjetër. Kjo është aftësia e prindërve që duhet përshtat me sistemin. Mësoj mirë këtë foni, ose nuk e di, po sistemi duhet marrë, duhet zbërthyes që sistemi kapitalist, se nuk e kupton njerëzit. Nuk e kupton njeria, ka njerëz sot që jetojnë këtë sistem demokratik, liberal, kapitalist dhe mendojnë sikur jetojnë në komunizëm apo në sistemin tjetër. Ndërkohë që shkolla, shteti ka të përcaktuar detyrat e veta, jo se unë duhet të mbroj shtetin, po bezdis ndonjëherë që shteti kthehet në dart boksi. Si prindër të paaft që janë, që nuk kanë aftësi për të edukuar familjen e vet, i kthehen shtetit. Patjetër që shteti ka pjesën e vet të kritikave, po një sekond. Shteti ka këto detyrime, këto janë detyrimet e shtetit, të bëjë shkolla të mira, edukim të fortë, të sigurojë shkollat, të ketë polici brenda, tani që do fillojë dhe sistemi i ri i kamerave të sigurisë që do ketë nëpër shkolla. Janë ato, po do të shtohen edhe më tepër, pra do të ketë një siguri. Kjo është detyra e shtetit. Pastaj se ç'ndodh jashtë oborrit fon, nuk ka përshtypjen që nuk ka shumë faj shteti. Kështu që unë them këtu nis ajo që duhet themi fort për prindrit, sepse i bie që ne t'i kërkojmë shtetit tani për çdo fëmijë të ketë një polic pas. E bëjmë dot fon? Po s'bëhet në asnjë vend. Nuk bëhet. Ata bëjmë kështu. Nuk bëhet. Për çdo fëmijë një polic, ta marri policit e dera shkollës, ta çojnë në shtëpi, kur dali për të luajtur 3 polici te fëmia bashkë. U zhdon më shumë liri se ç'duhet, ose ai meriton liri kaq të madhe? Sa burrë ka thonë. Se kam shumë gjëra për të thënë për lirinë. Ashtu. Ta nisim për këtë pjesën e lirisë, ti dhe unë jemi brezi që ne ngritëm 2 kishtat lart atëherë. Po jo në shenjë të një shpirti që ishim shpirt politik, se kuptonin politikën, po thjesht nga ana rebele e çdo të riu që protestojnë atë kohë për të cilë demokracinë. Dhe patjetër që në emër të lirisë u bën gjithë lëvizja, ta kuptova, sepse kemi qenë gjithmonë të censuruar për lirinë, sidomos unë që kam jetuar në Tiranë e di shumë mirë se sa donim ne të njihnim botën nëpërmjet atyre dritareve ilegale ku ne shikonim televizoret huaja apo në një revistë që hyte të depërtoten në Shqipëri, në Tiranë etj. Vetëm këto ishin dritarë që pak radio që e përgjonim te dollapi rrovëve, sepse prindrit nuk na linin, po futeshim dollap rrovëve për të dëgjuar në stacion tuaj. Nëse po gjithmonë në emër të lirisë. Ndërkohë unë në fund kam diçka për të thënë për lirinë. Kam përshtypjen se po abuzohet shumë këtë fjalën liri. Nuk e di e ke kuptuar, a e ndjen, a e shikon se sa truri i sotëm i çdo njeriu, flas për rinin, po abuzon shumë me fjalën liri. Nuk është kështu liria, thon. Kam përshtypjen unë. Nuk është kështu liria. Si është liria sipas? Ja ta them unë si liria. Liria, do të bëj një lloj kështu historiku, një historik të vogël shumë thjesht, nga aq gjëra që di unë se nuk ose. Ta nis për këtë lirinë, ç'është liria pra, se si ka nis kjo, po e marr që nga koha e skllavërisë. Pra, sa kemi lexuar, kemi parë filma, pra, janë trajtuar në mënyrë kafshërore, erdhi një ditë, në 1860, ato fituan ca drejta, skllevrit. Pastaj vite më vonë, shekuj më vonë, kur gratë u ngritën protesta në emër të lirisë. Protestuan, luftuan, fituan. Të drejtë. 8 mars i famshëm. Vim vitet 60, kur në jugun e Amerikës patën protestat e famshme të Martin Luther Kingut për të drejtat e tyre për racizmin. Po flasim për ca drejta sublime, janë të drejta dhe liri sublime që ne kur i shohim sot si ka mundësi që njeriu t'e ka bërë këtë gjë. Vim pastaj tek vitet 70, lëvizjet homoseksuale. Shumë njerëz nuk e pranonin, por ato luftuan, protestuan, dilnin nëpër rrugë, nëpër sheshe, derisa erdhi dita që ata e fituan këtë drejtë. Edhe kjo për ne pjesa jonë që s'para i kemi pa dashur t'i bullizojmë, po që u detyruan të pranojmë, sepse është një drejtë e tyre tek e fundit, të drejtë njerëzore. Kanë drejtë jetojnë ato jetën e vet. Po ta shikosh, trendi i lirive dhe i drejtave ka filluar që të abuzohet shumë. Dalim ka fjala e parë që e nisëm. Dhe po të vim sot, shikojmë që njerëzit të rinjt, kur i ndalon polici në rrugë, e ke vënë re që kanë një to fjalësh në formë pyetje që ta caronja shmasa që thotë me çfarë drejtë ndalon ti mua? Nuk të bezdis kjo fon? Unë nuk kam makinë, po
Po jo, e ke parë në Po, për video që po, qarkullojnë. po. Një ri që i thot policit me çfarë drejtë ndalove. Patjetër që ka raste që policia ndalon gabim, tjera ka problemet e veta, por unë e shoh që këtyre po i kthehet Para bëhet. po na bëhet, pra rinis po i kthehet si e drejtë atyre që mund të mendojnë dhe të bëjnë çfarë duan, sepse në emër të lirisë ti s'ke drejtë të prekësh çfarë do lloj gjëje që mund të mendoj. Pra ky është teprimi i lirisë, sepse edhe liria ka një kufizim fon, se ti e di shumë mirë se ke studiuar mirë se ç'është njeriu. Njeriu është kafsh pra, është kafsh. Kafsh social. Po nëse nuk do ishte shpik arsyetimi, ne do vazhdonim të realizonim të gjithë truri është miniere e madhe dëshirash më fon. Po ku na lohet truni me nga dëshirat? Unë kam tani dëshirë, ku e di unë. Vesh të hënë. Vesh të hënë, po nuk, okay, normal është. Asë më. Po du të vras, ku dëgjom, dikë, presidentin e Luaj vendit. Nikaraguas. Luaj vendit. Tani, duke parë këtë trendin fone, dikush më trembu? Imagjino me një mbas disa vitesh, 50 viteve për shembull. Dhe do më kundërshtosh po apo jo? Një sekond. Ja do ta them, shko. Po s'do jemi pra, unë flas për një kohë ndoshta, por duke parë këtë trendin e kësaj rinie. E kësaj rinie, e kësaj kohe në emër të liberalizimit, tani unë do të bëj pyetje. Po sigur mas 50 viteve po themi, të çohen pedofilët, të grupohen, që të bëra të historikun pak më parë. Të grupohen pedofilët, edhe ta kërkojnë si pretendim, si një drejtë e tyre pa. Pse na ndalonin ne që mos grupohemi dhe mos realizojmë këtë dëshirë që kemi ne ndaj fëmijëve. Ja pra kjo është ajo liria pra që duhet kufizu pak, se po ikën truri i robit deri në këto prendime, do shkoj, po e mbajtëm kështu kaq gjatë. Liri, abuzim, me lirim flas gjithmonë. Do çohen vrasit në pagesë. Do grupohen ato, do dalin protesta. A kupto, vit pas viti. Gjeli licencë, aplikojnë në Albania. Po. Edhe gjeli licencë. Du drejta tona, po është drejt njerëzore me të vras njerëz sot ajo. Pse ndalon? Po çohen manjakët, pse do të ndalosh më, është dëshira ime të jem manjak. E pra, këtu e kam problemin për fond, të deri ku ka një kufi që normat të cilat te kalojnë atë kufit, te kalimi kufive dhe është një debat shumë i madh, që unë mendoj që do ta zgjidhin sociologët në radhë parë, juristët, filozofët, ndoshta edhe psikologët, por është një debat shumë i madh. Po të kthehemi tek pjesa tjetër. Unë shikoj të rinj që i shikojnë mbyten në emisionet televizive, në emisionet limonad, emisionet të thjeshta, emisionet ku promovojnë vlerat e tyre, ata që janë. Mendon se kemi vetëm këtë grup të rinj dhe këta janë përfaqësojnë gjithë rinin shqiptare? Apo ka dhe të rinj që nuk dalin fare në media dhe kjo është pjesa më e padukshme dhe më e pavlerësuar nga media që këta janë ata që bëjnë brumin e rinisë? Jo, më foni ose ka disa të rinj, nuk e di se unë jam gjithkohës rrugëve edhe ti në për shkolla, ka fëmijë shumë të mirë më fono. Po ka jashtëzakonisht fëmijë shumë të mirë këtu. Të shkëlqyer do të thosh. Ka të shkëlqyer më, po dëgjoj mua se unë kam pas para shumë viteve aplikuar një fondacion, një kompanie shumë të madhe telefonike, një projekt që kishte të bënte me botën e ndryshimit, kështu quhej projekti. Bota e ndryshimit, World of Difference. Ishte projekt individual dhe unë aplikova për të fituar për një vit të drejtën që të bëja me të rinjt e shkollave të Tiranës edhe qyteteve tjera të Shqipërisë, bëja një bashkëbisedim për abuzimin me drogën. Se ky ishte qëllimi i projektit tim. Pra, do të them këtu që kam shëtit në për shkolla dhe unë njoh dhe më kanë fiksuar disa shkolla që kanë pas fëmijë të mrekullueshëm. Kështu që ajo pjesa që ne shohim në ekran është pjesa më e vogël dhe le të them që është pjesa më e zezë, pa dashur t'i fyj, ëh. Ta vëm gri? Jo, ta vëm të zezë, po pse ta them pse duket shoqëria jon kaq e shumtut, kaq gri ose kaq e errët. Sepse kjo pakic ngjyrë e zezë, që them, ti ke lyer shtëpi besoj. E njeh shumë mirë. Kam qenë dhe jam bojaxhi. Atëherë pra, shumë bukur jemi. Tani më thuaj pak. Sa e lehtë është të bësh një kovë të bardhë me një pikë bojë të zezë. Varet nga pika, sa e madhe është pika. Po s'ka rëndësi, a e bën gjithë atë kovë? Po për ta bërë një kovë me bojë të zezë, për ta bërë të bardhë, sa e bardhë duhet? Jashtëzakonisht. Kështu që në këtë aspekt, kjo e zeza që na ka pushtu ekranet tona dhe këto lloj modelesh, patjetër e shumtojnë gjithë shoqërinë dhe duket si e zezë. Po ndërkohë
ka shumë të rinj të mrekullueshëm po. Me unë këtë mendoj. Unë ati nuk e di, ndoshta ke vënë re, po unë shikoj në për dyqane, ku blejnë bukë, ose në dyqanet e tjera, në përshitore të tjera, ku gjej vajza, studente dhe djem, kamarierë, gjithandaj që vinë nga rrethet ose të këtu nga Tirana, që punojnë, dhe në shkollë punojnë. Po ka modele modele e ronjë ata. Po e ronjë, nuk është vërtet të ngrihesh në këmbë për ata kur flet për ata. Patjetër që ngrihem këmbë, po është jeta më normale, të kanë bërë dhe rinia e botës së fond. Ata ndoshta nuk kanë emigruar, po kanë migruar brenda shtetit vet, nga jugu i Italisë kanë shkuar në veri, po çfarë si kanë shkuar kudo, po kështu funksionon gjithë bota. Nuk e di, ti ke shëtit gjithë Europën, po gjithë Europën, ke shëtit disa po. Po çfarë si ka, po vetëm një të ke shparë, e ke pa modelin se si funksionon. Dhe ti shef njerëz në metro që ikin punë ndërkohë janë me libër, sepse ndoshta bëjnë dhe shkollën, bëjnë dhe punën. Këtu do të qëndrojmë pak. Pse? Se do të bëj një pyetje të çuditshme për ty. Ëh. E ka zvendësuar celulari librin sipas teje? Asnjëherë më fona nuk zëvendësohet. Jo se unë dhe ti jemi dora e vjetër, po dora e vjetër sa ashtu na mësuan, ashtu ishte teknologjia. Ti e mban mend që ne na rrit me kallamar. Me penë kallamar. Apo jo? Po. Të kishin një stilograf në atë kohë. Po rezervë të kishim. Po rezervë, po jo. Flas stilografi i asaj kohë, sot iPhone-i i fundit i Po, teknologjia e fundit. Teknologjia, kishin një stilograf në atë kohë. Kështu që ne jemi njerëz dhe brezi i dorës. Dhe na kanë imponu dhe s'kishte çfarë bëje tjetër në ndërkohë në atë kohë. Këto sport dhe libër dhe hallakati e të moshës kishin. Kurse nuk zëvendësohet, nuk zëvendësohet për arsye sepse po nuk e libri e di çfarë ka të bukur? Ka atë lagjen e gishtit që ti shfleton librin. Jo vetëm ajo, nga ana Mora një neurologjike, unë shpesh u jap atyre klientëve që më vinë, ata që kanë nevojë sigurisht, u jap detyra me shkrim. Mos ma shkruaj me kompjuter, i them. Me Mos dorë. ma shkruaj me celular, me dorë. Do vinë detyra me dorë, sepse ka një proces të tillë shumë më të avancuar kur e shkruajmë me dorë dhe pastaj më pas memorizon. kur e lexojmë. Është një terapi tjetër e çuditshme që ne e bëjmë. Dhe shikoj rezultate shumë të larta tek ata që i shkruajnë ato me dorë. Kam përshtypjen se memorizon më mirë, sepse ka një lidhje shumë interesante midis trurit, dorës. Po, funksionon. Funksionon dhe funksionon mirë. Shiko, sa do të flasim për këtë temë, ne mund të rrim gjithë ditën, mund të vinë dhe njerëz, po nuk ka për ndryshuar kjo punë sepse ka ardhur koha e teknologjisë. Kështu që ta harrojmë këtë punën e rinia të bëj çfarë det, telefonin e kanë dorë, mirë do ishte që të vepronin kështu siç thua ti, si metodë pune, por që do harrohet patjetër si lapsi dhe letra bardhë. Do harrohet. Kështu ka ardhur koha. S'kemi çfarë bëjmë teknologjisë. Zhvillimi nuk të lejo. Fole për lirinë, do kthejmë përsëri te liria. Shikojmë çifte që divorcojnë shpesh. Kemi bashkëtesa që është bërë mod. Kemi friends with benefit. Kemi një liri të tejskajshme. Martesat kanë rënë. Divorcet janë shtuar. Si mendon? Trendi po shkon drejt prishjes së familjes? Si shikon ti? Jo, unë po shikoj që po shkon fola dhe pak më lart për trendin. Trendet tregojnë rrezikshmëri të madhe për të ardhmen, kështu që për familjen. Për familjen. Po ta shikosh edhe në Amerikë po kërkohet pra konservatorizmi, të kthehen pra gjërat të shtrëngohen një çik sa gjëra. Justifikimi është që unë kam të drejtë të bëj ç'do dua me jetën time. Dua të martohem, Po nuk ka, unë kam përshtypjen që po s'ka, nuk e di ç'a. Nuk funksionon më pigmenti ai që quhet pigmenti dashurimi, nuk funksionon më dashuri, s'ka më dashuri më, ka lidhje mekanike. Lidhen njerëz. Apo është paraja që? Paraja, është interesi, është pamja e jashtme, ndoshta në fillim fare, kupto, eksplorimi i dashurisë derisa ta, Tërheqja është e para, tërheqja biologjike, kur tërheqim njëri tjetrin. Po s'ka pra se këto janë gjëra që nuk e çojnë. Apo është më lehtë që të çiftosen, të themi më popullore fjalën. Të gjej një partneren, i shkruaj në rrjetet sociale, lëm takim, kryejmë çfarë kryejmë, është më ndryshe nga ç'kemi qenë ne. Po më ndryshe me fond se shiko. Po të kujtojmë dashuritë e brezit tim dhe tëndin s'funksionon dhe kështu. Çik perden aty të. Po me për qëllima, për zgjallje, ishte dashuri për zgjallje, e kuptoj? Po nuk duhet, prandaj themi që mos kthehemi edhe herë të krahasimi korave, e kuptoj? Jo. Kështu që unë kam përshtypjen që zhvillimi teknologjik po i bën njerëzit robotik, apo jo? Kështu që edhe dashuria do preket nga kjo situatë,
çdo gjë do bëhet robotike, njerëzit do funksionojnë mekanikisht, do dashurohen mekanikisht, duket si dashuri. Po ti e shikon apo no, harxojnë gjithë ato para për dasma dhe kur vjen puna, Mira e mira. mira lek, hidhen, bëhen gjithë ato E spektakle. shoh, Po si ka fotografi. Sepse me unë dron, ndërkohë dua të me- marr dhe ty mendim se ti je më Më afër duket këtyre. sepse ajo që Se bëjnë duhet ata, mësoj edhe unë. Kjo është jo, ideja. ajo që bëjnë në përdasma, më shumë e bëjnë për të bërë show ata që s'kan para jo ata që kanë. Ata që kanë e bëjnë. Më shumë janë pjesa tjetër që nuk kanë, hynë në borxhe, marrin kredi për të bërë një dasëm për të dukur shiko se ç'bëra unë. Pavarësisht se do ndajnë muajin tjetër. Po kjo është interesante, kjo çdo ndodh më vonë, se le të marrë borxhe për një dashuri të sinqertë dhe një dashuri të fortë, po të marrësh borxhe për një dashuri që ti si je të sigurt që duhesh as duhesh, por vetëm ty të ka kap momenti, interesi financiar, interesi Për fizik. të dukur, më të duken Por para të duhet tjerëve. pastaj të ndahesh, Është kjo më për të duhet. krijuar atë imazhin, shiko se si jam unë. Ndoshta e mban E, mend po, edhe tani. para disa vjetësh ku në rrjetet sociale bëjnë nami, do me thënë në çdo restorant që venin karkalecat, hanin ndonjë krudo, hidheshin në rrjetet sociale. Ka rënë pak ajo vale Ka madhe. rënë. Po, ka rënë. Ka rënë, unë e shoh që ka rënë. Ja, por unë me që jemi te karkalesat, unë kam një tjetër gjë që unë e trajtoj kështu me gallat, po unë jam kail të them i njoh gjithë tualetet, ose ta them ndryshe se tingëllon më mirë këtu në gjuhën popullore, halet e gjithë hoteleve të Shqipërisë. I njoh prej këtyre personazheve. I njeh pllakat, i njeh Po mos se janë gjithkohës, dalin bëjnë video në tualete, nëpër hale, a kupton? Po, tualete. Se kjo tregon që Më shumë femrat. vajzat për vajzat. Sepse Vajzat ka një gjë me ato. edhe ti ke bërë një pyetje pse bëjnë fotografi në tualet. Unë e kam një përgjigje. Sepse tualetin e vetë kanë skandal. Edhe ajo, por tualeti për femrat është Çfarë është? Sipas atyre librave që kanë përkthyer, është një vend ku ato e kanë dhe si qendër argëtimi për të hequr depresionin e tyre. Ke parti që vajzat ose gratë i thrasin njëra tjetrës, Aleja. "O, do vish me mua të vëmë në banjë?" Unë s'kam dëgjuar ndonjë burrë që thotë shoku tjetër, "Do vish, do vëmë në banjë ne?" Jo, më ka dhe burra që thënë hajde shkojmë në banjë sepse Jo, po janë këto që bëjnë te gratë- banjat e lokaleve. Vajzat e thon. Vajzat Gratë e thon. Kurse ne burrat nuk e them. Ato i kanë si mënyrë argëtimi ose të vënë në qendra tregtare, të rinë me orë të tëra, të zhvishen, e në fund mos mund të s'marrin asgjë. Kurse ne si e bëjmë blerjen, ne pam për 5 minuta kemi vendosur këtë, vish provo, në rregull, na parat iki. Ato e kanë tjetër, e kanë mënyrë argëtimi, e kanë mënyrë Jo, më e kam te kjo pjesa që pse kanë këtë tendencën se të tendenca që duan të duken. Punë e veta po. Kanë Deri në tualetet e gjithë hoteleve ku shkojnë, shkojnë nëpër Europë, në botë, Maldive, nxjerrin tualetin, a kupton, për t'i treguar botës se kjo është varfëri, fam. Është varfëri, po edhe shpirtërore dhe mendore edhe në xhep. Se të tregosh Shiko, se mos bëjmë dhe ne si moralist, po. Janë njerëz me vetë vlerësim të ulët, të cilët duan vlerësim dhe vdesin të marrin like. Duan ato liket, ato lajkat. Pastaj dalin te karkalesat, te arragosat, te krudot që i nxjerrin, po nice punë e veta mirë bëjnë. Tek e fundit tani kjo puna e jetës private tani s'ka më jetë private, se ne vetë jemi dorëzu përpara celularit. Po na thonë që na përgjokan, na thonë që bëkemi këto, bëkemi ato. Dhe ndoshta edhe na përgjojnë, le të na përgjojnë, se na duket vetëm më të vlerësuar, kështu që pas kemi. Inshallah na përgjojnë. Gjërat mira do marrin. Megjithatë, sipas teje, marrja e një diplome. Sepse zakonisht shikoj të rinj që marrin një diplomë dhe e tundin. Unë kam mbaruar për këtë dhe nuk kam punë. Si është kjo punë? Nuk kam punë në këtë punë dhe nuk punoj në rrinë në shtëpi, thotë unë nuk vete atje. Po pa kjo është gropa që nuk mbushet, sepse ajo ka dalë pa ditur e thesh ka një diplomë, ka një material që e varr në mur. Po ata shuan në një parti dhe vendosin partia atje në një detyrë. Kaq. Tani unë nuk e po flas nga këto 5 vjet e fundit, nuk e di si është shkolla dhe si është diploma, po sinqerisht, nëse do të vlerësojmë diplomë, unë vlerësoj vetëm diplomën që vjen nga ato universitete që njihen nga gjithë bota, po. Mjafto të jetë Europë, për mua është duhet ta vlerësoj sepse aty nuk kalon aq kollaj një student marrë diplomë siç e kanë pasur para këtu me lek. Do të jap shembullin tim, unë kam mbaruar shkollë private në Greqi. Atje pavarësisht se ne studiuam si studion, i merrnin vitet e shkollës, i merrnin të gjithë, pothuajse, por diplomë nuk merrte njëri. Sepse po, në komision zhdukeshin të gjithë pedagogët që na kishin dhënë mësim dhe vinin 11 të tjerë, të cilët na merrin në pyetje dhe nuk na njihnin fare se kush ishim. Nuk mund të kompromentoje 11 pedagog. Shikosh atë diplomën time është me 11 firma. Ja pra. Pra, është ndryshe kjo.
Pra më butemi shumë Po të që po nuk bëhet Nga ma një- trapazllëk me dijen e vendit tënd, o fono, nuk e bëjnë ato këtë punë. 126 studentë që filluan vitin e parë, Se- 14 morën diplomë, të tjerët jo. Po, se ka filtra, pas e ka Që ishte po Kjo- patjetër në më fund thonë. fare- Pra ne po themi që këtu janë ca vite, ca breza ish studentët që kanë marrë një diplomë të këtyre periudhave që sapo thash më lart. Pas e kam dhe diçka tjetër që duhet ta ndaj me ty fonon, nuk e di atë ka për përshtypje. Unë zakonisht i monitoroj emisionet, programet debate. bëk edhe nga këto. Po, se duhet të shohë Me sa qefi shikon? I shikoj me qef se unë ti e di e kam qefi që këtë punën E monitorimeve nga shtëpia. monitorim. Jo, i kam qef për të kuptuar se sa e thellë është gropa e fekaleve që hapën këtë vend nëpërmjet këtyre banaqeve televizive. Sepse nëpërmjet banaqeve televizive ti kuptohet se çfarë realiteti jeton fono. Vetëm për të kuptuar sa e thellë është gropa. Se kupton, no? Fjalë madhe. Jo, ja ta them diçka, shiko. Janë ca profesorë të rinj, nuk e di, vetë njohësh ti. Djem të rinj që janë profesor. Po. Ndërkohë, Fjalë mësim. ja dalin nëpër televizore, dalin ftojnë kështu. Po. Përveç se janë profesor, duhet të bëjnë edhe humoristin, batutaxhiun. Shumë mirë, është jo, ishte stil të foluri, po. Tani unë do doja ta kisha këtu atë se unë e njoh shumë nga distanca, po çfarë si ka. Me një apo me shumë. Ka disa më, por do t'i them dhe shiko, ç'thoshte i ditë në televizion, thoshte godet shoqërinë shqiptare duke e cilësuar si një shoqëri e debilizuar. Oh? Që jo, një sekond, unë jam dakord me atë që thotë, se mendoj kemi një shoqëri debilizuar. Po një sekond. Po prit sa është e bukur. Tani thotë shoqëri e debilizuar, e thotë si batut, se ka gjithmonë kështu si me cinizëm, gjithmonë tallet, sepse është profesor, djali i ri, kuptove. Po do me bëu këtë batutaxhiun, po e kam këtu me atë moderatorin që nuk i thotë, po mirë ti profesor, të lutem. Ti ke ndaj faj për këtë debilizim se tek e fundi je profesor. Jo. Ai e Po se ja bën, nuk e bën moderatori. Se si vjen prapa se duhet të mbush emisionin e. Pra, po prandaj them që tani shikon në çfarë gjendje jemi që vetë profesorët shajnë shoqërinë që janë pjesë e kësaj shoqërie. Janë segmente të shoqërisë, nuk mund të them janë të gjithë. Po këtë po them pra që e ndosin mirë. E ndosin pra, ka profesorë shumë të mirë që është kjo pjesa, ai mund të jetë djalë shumë i mirë, i lexuar, i studiuar, nuk kam asgjë, po këtë punën e debilizimit duhet ta them unë që si jam askush, si jam as profesor, si jam as i lexuar, si jam as i ditur, e them unë më se mund takoj ta them. Po jo profesorit, se nuk i shkon profesorit tot shoqëri e debilizuar. Sepse je pjesë ti që ti nuk e nxjerr një shoqëri jo të debilizuar, të debilizuar. Ti thuash, "Mtuj pak një produkt arsimor që kanë nxjerr nga nxënësit e tu. Ke ti një nxënës që ty të nderon në arenën europiane e botërore nga mësimet që i ke dhënë ti?" S'është produkti vetëm një profesor, është produkti shumë profesorëve. Po patjetër që është produkti shumë profesorëve. Pra e kam llafin këtu që këtu është bërë një gallate e madhe dhe media fon, me që nëse do ta ngacmosh pak. Po, vazhdo ngacmojmë. Do ta ngacmosh pak. Po, ngacmojmë. Nga që punojmë media për Po ne. ngacmojmë. Se ne njohim nga Po mrena. ngacmojmë. Se ta ngacmojmë. E njohim nga brenda, e shohim nga jashtë, gjykojmë nga lart. Mirë, do ka fshojmë dhe gjuhën, nuk do t'i themi dot të Ja, gjitha. nuk i themi dot të gjitha, nuk i themi dot të gjitha. Tani Ne këto jemi. media ka procesin e vet, prandaj është në këtë procesin e shkatërimit vlerave për arsye të klikineve. Kështu që edhe s'kemi çfarë them tek e fundit, ne kemi diskutuar bashkë. Tani një pronar media që është pronari i medias private, drejtë e mori në disa vende bjedhë unë dakord me këtë pjesë. Që kërkon klikimin për arsye ka biznes më dha. Ka biznes. Dhe ai do ta ndjek biznesin në çfarë rrugë dhe forme që mendon ai se i sjell fitim. Po. Tani, kush vjen aty brenda, kush ftohet aty brenda, çfarë vlerash ka, këtu ha debat. Por ai duke qenë se është pronë e tij, ftoi këtë dua. Topi është imi. Po pra po. Tani aty ku unë bëhem edhe kontradiktor me veten është ky pra që televizori është mision fono. Televizori në gjithë botën ka krijuar dhe ka sjellë revolucione, ka shëruar shoqërinë, po ta nisim që nga vitet 60. Po pra po, ka shëruar njerëz, është misioni i madh televizioni fon. Po nëse e lëm këtë derexhe, ku pjesë e kësaj jemi edhe ne, edhe unë nuk kemi akses se si ta bëjmë. Patjetër që nuk kemi akses. Por tani të vi puna se unë do të bëj pyetje për shembull. Nëse muratorit ja masin punën me metër katror, me metër kubi. Bravo. Bujkut nar me çfarë ja masin? Me metra linear, me dynym, me hektar. Po një gazetari në media me çfarë ja masin? Me metër kub klikime? Jo. Nuk ja masin me metër. Nuk do t'ja masim. Pa këtu po them pra që ka dalë kjo puna. Nuk jam masim sepse kush është përdoruesi i celularit? Po kështu çovën pronar. Është i caktuar. Për shembull, baba im shikon emisione televizive, po ai nuk jep like. Ai shikon televizor, por nuk jep pëlqime. Janë të tjerë, është
si themi, një target group që luan me celularin dhe shikon nga celulari gjëra dhe nuk shikon në televizor. Por nuk do të thonë që të gjithë janë ata që i bëjnë klikime, janë shikueshmëria e vërtet. Për mua. Po nuk japin klikime vonë, po shohin, unë them me që jam këtu, t'jap një mesazh që ta abandonojnë në burr. Nuk mund të themi ta abandonojnë, mirë është të zgjidhë gjëra cilësore. Programet caktuara them unë duhen abandonuar, po nuk ja çoj dot unë këtë mesazh se Nuk çojti. jo, Kush po pyet për mua. Po e kam llavin që sikur atë që bëj unë shoh media të huaja për shkak. Nëse duhet shpëtoj veten. Se sinqerisht këto herë që unë shikoj pak televizor shqiptar fon, gjithmonë unë në fund programit dal jacarum dhe them ndonjëherë, mas disa herëve që kam bërë këtë eksperiment me veten, kam thënë pse jam kaq jacarum? Sepse nuk e kupton që të ka hyrë droga nëpërmjet ekranit. Acarohesh vërtet? Po ta acaroj nëpër se du ta kesh përballë vetë familja. Qa çuni jeti valla, qa djali, qa gruaja, ç'është kjo logjik, ç'është ky argument? 2025 a flet sikur më qenë. S'm duket normal. Tani unë e di që është patur fatin të shikojmë, të punojmë, të jetojmë jashtë, kemi mentalitetin e tyre, e sillim atë mentalitet këtu. Po kur vim këtu, siç e psova dhe unë, ne fillojmë pastaj dhe si thua pa ofenduar njëri, të shqiptarizohemi sërish, të bëhemi si ajo turma, ose ai grupi i madh që gjejmë. S'kemi ç'bëjmë. Sepse shumë nuk i çan dot. Probleme. Nuk i çan dot. Televizioni ka problemet e veta. Edhe kjo që po bëjnë është gabim i madh që po bëj kështu si teori. Por që po bën gabim, po të vetë flasësh ti se. Po, hajde se thash gjithmonë duhet të kuptosh që ti e miksoj çik me galladën në seriozitetet. Po ti vjen sepse këtu por e ngropën e seriozitetit fon, këtu morëm ja, po shqyr Zoti na ka dhënë këtë pjesën që i marrim çik me shaka më. Po me të qeshur valla. Me të qeshur dhe më. Se po i morë seriozisht këtu. Mbaruam ne. Të futën ngrop. Të futën ngrop. Nëse nuk e di, po fono, është momenti që duhet ta themi këtë që Shqiria është më shumë se kurrë e ekspozuar ndaj veseve. Të them edhe këtë. Fëmijëria dhe adoleshenca sot është një moshë që gjithë ne e dimë që është moshë e eksplorimit. Kurioze. Është mosha e fluturimit. Ndaj jom kot kanë dalë dhe shprehje i riu si veriu. Çfarë fluturo hahet? I riu gjithmonë. E thu këtë. Po. Kështu që nuk ja ndalim dot flatrat, nuk e heqim dot flatrat çdo riu që të eksperimentoj. Unë po flas në emër të fëmijëve tuaj dhe gjithë atyre miqve të mi që kanë fëmijë, se unë jam, ti e di, jam beqar dhe unë s'kam fëmijë dhe shpesh herë them, fëmijë s'kam dhe miza s'mdjek. Për mua e bëfshi botën sa më keq akoma. Por ndërkohë, po su bot ju prindër bashk, që të sillni një shoqëri më të mirë për fëmijët tuaj, ju e keni në dorë. Kështu që këtë pjesën nuk e ndalim dot. Fon, ti ke 2 fëmijë dhe unë e di shumë mirë që i ke edukuar jashtë shumë mirë. Si të gjithë. Jo, s'janë si të gjithë. Fëmia e ka riskun patjetër, çdo fëmijë sot ka një risk. E keqja ndodh mas derës, aty e ke. Në çdo të pallati ke të keqe. Problemi është si edukojmë ne dhe si ti themi fëmijës, do fluturosh fëmijë i dashur, do fluturosh patjetër, por do fluturosh deri në atë lartësi që të kesh mundësi të kthehesh prapë me këmbë tokë, se po kalove vijën e fluturimit, mund shkosh atje te ai qielli që s'kthehesh dot më pas. Por themi ne që fluturojnë në qiell si ëngjëll e tjerë. Dhe këtu e kanë për abuzimet me drogën fond. Kështu që të gjithë të rinj duan që ta njohin botën me këto eksplorime dhe me këto eksperimente, pra duan ta njohin botën nëpërmjet abuzimit të drogës. Çfarë bëjnë? Se nuk kanë lërës thotë që ngjokë të tjera që kanë halle. Ku ka halle fëmia më? Ku ka halle fëmia më? Që thonë sa fillojnë drogën se ka halle, sepse kështu ka pas kushtet. Mund tek tuk mund të jetë në fëmijë, por nuk ka kurrë mundësi, sepse është thjesht duan të bën të tregon më të mëdhej, ti di shumë mirë që kanë pasur ngurrisë të punë, edhe në emër të lirisë, prandaj themi kthehemi edhe historisë nga e para. Në emër se liria të teprume, po lirisë ndaj vetes time të gabuame që bona unë, shkela ndras kalbur. Prandaj më që duhet të kufizuar që kjo liria, nuk e di, nëse do ketë një politolog të madh fono që të shpjegojë një sistem tjetër përveç këtij sistemi që mund të jetë midis demokracisë dhe diktaturës, nuk e di a ekziston, a duhet të ekzistojë një sistemi i tillë. Do ta shikoj unë, mund ta bëj dhe unë. Si mund miksohet, Zabu? Mirë. Këtu do ta mbyllim. Të falenderoj shumë që të kisha, diskutuam gjëra shumë të bukura, të falenderoj sepse dua ta bëj të më vish përsëri. Patjetër. Ti shqyr që erdhe këtu pas 5 muaj të luturësh. Miq, këtu po e mbyllim këtë podcast duke i uruar dhe Adit jetë gjatë dhe suksese në atë punën që ai bën. Dhe juve që na ndiqni her pas here dhe miru takofshim në podcaste të tjera.